Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin në ditët e para të muajit qershor dhe qytetin e Vlorës kanë sjellë ndryshime në përditshmërinë e qytetarëve. Në Vlorë, ku termometri ka shënuar vlerat e larta për këtë periudhë të vitit, banorët po tregojnë të kujdesshëm për të shmangur ekspozimin e gjatë në diell, veçanërisht gjatë orëve të pikut. Nga një vëzhgim i realizuar këtë të diel në rrugët kryesore të qytetit, vjetre se shumë qytetarë kanë zgjedhur të përdorin kapele, syze dielli dhe mjete të tjera mbrojtëse për të përballur me temperaturat e larta. Ndërkohë lëvizjet gjatë mesditës janë më të pakta pasi pjesa më e madhe e qytetarëve preferojnë të qëndrojnë në ambiente të mbyllura deri në rënien e temperaturave. Qytetarët shprehen se tashmë kanë krijuar një rutinë të përditshme për të shmangur vapën. Ata tregojnë se daljet i planifikojnë në orët e para të mëngjesit ose pas dite vonë, ndërsa gjatë mesditës qëndrojnë në shtëpi ose në ambiente të freskëta. Dalë në mëngjes sidomos. Në mëngjes. Keni probleme me tensionin? Jo, jemi mirë, nuk marrim ilaçe. Po në shtëpi me çfarë freskoheni? Asgjë, s'kem vetëm ai kondicionuar. Po, mbrojmë me kapele nga rrezet e diellit, po edhe gjejmë hije kështu dalim shëtitje pensionista e sapi. Përgjithësi jemi mirë deri tani. Orari daljes unë zakonisht dal para dite nga ora 10 deri në 12, po në përhije, edhe nga mbasditja pastaj bëjmë një xhiro deri nga ujtë e ftohtë. Po në shtëpi me çfarë freskoni? Në shtëpi me një ventilator, akoma se kemi arritur kondicionerin. Arxhon? Po arxhojmë, jo dhe aq, po. Përgjithësi mirë kështu. Përpiqemi me mjete rrethanore të përshtatemi temperaturave të larta. Ne jemi të moshuar, kështu që orari është nga ora 8, qameti dhe 9:30. Me kapele, nuk ishte kapele? Jo, kapele nuk e me heqim. Po në shtëpi si freskoni? Në shtëpi pushka kondicioner me kondicioner ose me freskuse. Edhe kështu e kalojmë ditën. Në darkë pastaj bëjmë na një xhiro këtej në Lungomarja. Kështu e kalojmë ditën. Ne e kalojmë në plazh këtë. Ja, në plazh. Ke filluar plazhin? Po patjetër. Kemi një 3 javë që e kemi filluar. Mirë kalojmë. Po sot e ishim zakonisht vete në mëngjes nga ora 8 deri më 11. Ai që kam, sepse edhe mosha jone ke parasysh. Aq nuk jemi shumë të aggiornuar shumë me plazhin që të rrim edhe vonë ke parasysh. Por tani jemi normal si gjithë të tjerët. Po plazhi na bën mirë edhe në këtë moshë jemi. Ja për shembull ti duhet të bëjë plazh. Apo ja. Kur të marrësh leje, Flori. Megjithatë, pavarësisht vapës së madhe, humori i mirë nuk mungon. Mes qytetarëve ka pasur edhe batuta e komente plot humor lidhur me temperaturat e larta që kanë britur më herët se zakonisht. Freskoj në shtëpi. Po kemi dhe plot. Kemi me pije freskuse, me gjithë dhe na vinë ndonjë që na freskone, se kështu është, apo jo? Na freskon ajo që vinë na freskon, na ndrys, na bën, ndrysim, se kështu është jeta, çfarë të bëjmë? Meteorologët parashikojnë që temperaturat e larta do të vijojnë edhe gjatë ditëve në vijim, duke bërë fillimin e sezonit mjaft të nxehtë. Ndërkohë mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht për grupet më të rrezikuara si të moshuarit, fëmijët dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Sipas tyre, ekspozimi i gjatë në diell mund të shkaktojë probleme shëndetësore, duke filluar nga dehidratimi deri te goditja nga nxehtësia. Specialistët e shëndetësisë rekomandojnë konsumimin e sa më shumë lëngjeve, shmangjen e pijeve alkolike dhe atyre me përmbajtje të lartë kafeine, si dhe përdorimin e veshjeve të lehta me ngjyrë të çelta. Gjithashtu këshillohet që aktivitetet të kufizohen gjatë intervalit kohor nga ora 10 deri në orën 17, kur rrezatimi diellor është më i fortë.